26.000 maturant në mbarvendin kanë dhënë provimin e dytë, atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Por ndryshe nga provimi i parë, në këtë rast teza doli në rrjetet sociale. Në reagimin e saj, Ministria e Arsimit thekson se dalja e tezës nuk ndikon në integritetin e procesit të provimeve, dhe se maturanti që kanë nxjerrë tezën është identifikuar dhe penalizuar, duke u përjashtuar menjëherë nga provimi. Maturantët pas përfundimit të provimit e vlerësuan tezën të një niveli mesatar. Ishte në nivel mesatar, për nxënës e 89 është mund ta zgjidhsh. Testi që, domethënë sipas standardit, vetëm te pjesa e gjuhës kishte disa pyetje kletë të gramatika, por që mendoj që kemi dalë shumë mirë. Me thonë të vërtetën, provimi ishte shumë i lehtë, ishte nivel mesatar. Nuk është se kishte vështirësi të ndaja. Kishte nivele të ndryshme vlerësimi, ishte për nivelin mesatar edhe nivelin e lartë po e quaj, por që ishte test relativisht shumë i mirë. Si ishte procesi dhe mbikëqyrja? Sa gjë shkoi shumë mirë, mbarvajtja e administratorëve ishte normale, rrinin domethënë na qetësuan në fillim sepse ne ishim me stres, por që çdo gjë shkoi në mënyrë perfekte. Mua më duket thjesht paktën sepse isha përgatitur. Pjesa letrare që duhet analizonin ishte Prometeu i mbërthyer i Eskilit, për të cilën maturantët patën vlerësim pozitiv. Vepra e Prometeut, pra nuk është se që në një vështirësi për të analizuar. Ato që kemi mësuar gjatë vitit të parë dhe përsëritje konsultime, ato gjëra rande si pyetje. Eseja e kishte temën për sa i përket, ishte një lloj teme filozofike mund ta them. Pra jeta na sjell ne vetëm lumturi nga zgjeria apo neve duhet ta zbulojmë këtë lumturi duke ka përcyer pjesën e vështirësive. Kishte lidhje me vetë tematikën e Prometeut. Ishit të surprizuar për faktin se u ra Eskili? Me thënë të drejtën jo, madje prisja që të binte Prometeu, sepse më pëlqente si vepër edhe kisha lexuar. Pjesa kryesore e maturantëve janë të qartë se çfarë dege do të zgjedhin në universitet. Vetëm një pjesë e vogël ende janë të dyzuar në zgjedhjen e tyre. Ke zgjedhur çfarë do studiosh? Po, ekonomi. Do të vazhdoj dek në ekonomisë. Unë do studioj për psikologji. Vetë ke zgjedhur çfarë do studiosh? Më koha në më dyshje. Në fakt, mendoj të drejtimi shkencor, pa akoma nuk jam shumë e qartë se dua të shoh si do dalë rezultatet e maturës. Maturantët tashmë kanë dhe 2 provime për të dhënë, matematikën, që kanë më 16 qershor dhe lëndën me zgjedhje, që është në datën 23 qershor.